Pas raportit OSBE ODIHR edhe kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi i ftuar në emisionin Real Story të Sokol Ballës në ABC News, i dha goditjen finale Sali Berishës për farsën e tij. Ju më përpara keni dhënë një vlerësimin tuaj kur keni thënë që këto zgjedhje janë zgjedhje me standarde të një vendi evropian. Ju i qëndroni asaj që keni thënë? Absolutisht po, edhe pse kjo duket shumë polemizuese, veçanërisht kur ke përballë një qëndrim të kundërt me këtë, i cili përfaqësohet nga opozita. Zgjedhjet kanë prodhuar një qeveri e cila gëzon legjitimitet jo vetëm formal, por besoj është rrjedhoj e kush është vullneti i votuesve shqiptar. Pra farsë nuk pati. Unë këtë nuk mund ta them në mënyrë absolute njerëse. Nëse do ta pranoje që kishte një farsë, atëherë nuk do të isha akoma në krye të KQZ-s. Në krye të KQZ-s. Por Celibashin nuk e prek doktori në plag, aty ku vërtet i dhëmb, ku është kontrata, për ish fushatuesin e tij, Kris Laçivita. Gjitha partitë politike që morën pjesë në fushat zgjedhore akoma nuk e kanë depozituar. Po sepse kam vështirë lidhet me datën. PDI-ja, nëse nuk gaboj. Kam vështirë lidhet me datën kur certifikohet rezultati, se fillon nga data e certifikimit të rezultatit. Nuk e di po. Fushata e kanë shkelgjë afatin? Akoma jo. Se kanë shkelë kanë kohë. Raporti OSBE ODIHR mbylli edhe 11 majin. Kreu i Komisionit Qendror është më shumë i interesuar me çfarë do bëhet. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do ulen në reformë zgjedhore dhe i bashkon një pikë, sistemi. Rama kërkon 101 deputet, opozita s'dihet çfarë kërkon. Për Celibashin konsensusi duket i vështirë, por mendon se më tepër humbim partitë e vogla. Është e qartë, nuk ka nevojë që ta them unë, sepse është matematik e thjeshtë, ulet probabiliteti për të marrë një vend në kuvend. Sot ke 140 mundësi, do të kesh 100 apo 110 nëse do të shkojmë tek ai lloj sistemi. Ai vendos t'i bëjë një asist tjetër doktorit për komisionet zgjedhore, për të mos përjashtuar Partinë Demokratike, kundërshton idenë e Partisë Socialiste. Majoranca ka si ide me të paktën nga çfarë është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë përjashtuar tërësisht nga administrimi i procesit. Shumica e antarësisë të jetë përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ndërkohë partitë kanë dhe ato të paktën nga një. Raporti OSBE ODIHR ndryshe nga herët e tjera është i vagullt, por në vlerësime nxjerr një fitues të madh, Ilirian Celibashin. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor këtë medalje nga ndërkombëtarët ja var votës së diasporës, pavarësisht ngërçit me kontratën e DL-s, i vë votën që nuk ja jep as vetes. Gati 10.